rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe sigurisht me një lajm nga ATSH Express. Thethi, fshati I vogël malor si Zvicra, por pa turma dhe pa çmime të shtrenjta. Dhe pa bujtina. Të ndërtuara pa leje, po mirë, po ama me rrugë të ndërtuara nga shkëlqësia e tij, nga partia e nderuar e Zotit Edi Rama. Po se kur I bën bashkia këto, Franci? Si I bën bashkia, I bën pra bashkia, por në udhëheqjen e shkëlqësisë së tij të nderuar Zotit Edi Rama, se tash rrugët pa lek vet nuk bëhen. Tani, shkëlqësisë së nderuar të ti, si ishin këta tituj të nderuar të Edi Ramës, do me thënë. Me nder, çfarë ka, me nder, në lart, titulli lart. A ti bie në qaf qik Franci? Franci për një hallin tim? Gjë këtu tash, jo, se... Ti bie? Jo. Si jo? Po nuk e shqetësojmë ne tani udhëheqjen për gjërat vogla, rri tani. O Franci, tani të lutem se nuk është se është gjë e vogël, është një gjë që shqetëson të gjithë banorët atje të asaj zone. Kujt zone? Po të zonës atje me Franci dhe nuk është kështu do si do, është mu në mes të Tiranës. Po që e për mu në mes të Tiranës, e po tjetë për rrugë të lutem ankoni të kryetari bashkisë, po shkuam edhe në Durrës, po. Unë po them kryetari bashkisë Tiranës, ti thua në Durrës. Po pra, kryetarin e bashkisë të Tiranës, vajtëm atje ta shqetësonin pak në burg që ndodhet në Durrës, Franci. Por, nuk na la roja I burgut që të hynim, edhe tani themi, I lutem kryetar, a mund të ndjekësh këtë nga ekrani dhe të lutem të na japësh një zgjidhje? Jemi në zonë e qytet studentit në rrugën Rafael Dishnica. Disa banorë të kësaj zone janë ankuar në lidhje me këtë rrugë, e cila ka mungesë të theksuar infrastrukture. Po le ta ndjekim dhe t'i pyesim banorët. Çfarë shqetëson kjo lagje? Më shqetëson për rruga, domethënë, jam në moshën e vjetër dhe kur të bie vetëm më mbet në ta. Që, në për gurë, në për sent. Sa vite ka kjo rrugë shumë? Kjo rrugë ka në 2010 këmë artu, e sot. Ka në ardhe, ka në shikuan dhe kënde se kush ishtruan ditë rrugë, ta këpëton, kjo mbeti që kështë. Shqetëson si shpeshini vetë. Kam që 25 vjetë që jam këtu. Me shtetin jam I rregull, s'kum lënë gjumë pa pagu, do me thonë takë gjelë bërime, pasërime, më thepë, sa do me thonë gjitha 500 vetë. Kur bie shi këtu që është dishe, këtu bëhet liqe. Bila deri para 3 vjetësh, shkarkoshin edhe depot e ujtit këtu. Edhe këtu boje dishin gjithë gurët dhe boje kanal, edhe vinte deri ke muret vinte ujti I përmbitur. Nuk kalohi këtu. Kjo do një shtres, asfalt ose beton që të stabilizohet. E keni kërkuar këtë? Shumë herë jemi mbledhur, kanë pa deputete, kanë qenë për vota, kanë pa do ta bëjnë jetë. Do me thonë ka 30 vjet që s'është vut dorë fare. Afërsisht sa kilometra është kjo rruga? Po të vazhdosh kjo rruga atje, kjo mund të ketë gjithë rruga 1 kilometër. 1 kilometër rrugë? Po 1 kilometër rrugë, po. Dhe sa banorë janë gjithsej para shumë? Tu vetëm ke lagja, këtu janë rreth 100 shtëpi gropa. Mund bërë 4.000 vetë. 4.000 vetë. Gjithë gjë që është bo këtu, është bo me forcat tona. Këtu, në duket pak se mi, po në gjithimi pak ma sipër, është guri kaq. Janë rëzu njështë duka thikom, ka të dorë. Këtu, me tar një larqov, me tar një ambulancë, ose një zjarë fikse ka shumë të pështirë, më futu. është rruga skandal. Do më thonë si që qenë një lagje që studenti 2025-a. Ne kërkojmë rrugë në për fshatra, imagjino pasaj qenë një rrugë pa shtru këtu. Tiranës nuk e pasojmë parë. Tashi, ne kemi një problem vëlla, që për mua është problem shumë shqetësues. Deri në gjysmë të rrugës, ku është ajo makina aty, vjen tubacioni I ujit. Ai tubacioni I ujit të pishëm. Ai tubacion në dinin time ka 3-4 vende që rrjedh. Ta vjen gjuna që uji pishëm
uji pishëm shpërdorohet. Ishe këto dritat këtu. Para zgjedhjeve, na i vonë, në erë ndryqimi. Lumëtëria më e madhe imi ishte që mas 30 vjetëve, shifsha një ndryqim në lagjen tonë. Pra, kjo ishte kënaqësia, kjo është investimi që është bërë. Sinqerisht jam gëzuar shumë, sepse kalot e plaku, kalot e gruja, kaloshin të mëshuar, kalojmë në edhe ne. Kalojmë atë po. Kjo ka qenë lumëtëria më e madhe e imja. Pa le ku shtrohet rruga, që s'do shtrohet. Që të dështrohet. Jo se s'është ditur kjo rrugë, se deputetët këtu kanë qenë gjithë, është ditur kjo rrugë, e kanë lënë mëzdore. Qyqa Miona mes Tiranës thot, ashtu si që të ti unë mendova si ishte në qëndër aty të sheshi, po kjo qënë ka në qytet studentit me motor. Po Franci, tani të lutem shumë, po ti referohemi për shumë, po ta marrim nga këtu ku jemi ne kështu në Fark, të zona e Farkës, që ka këtu vila nga 1 milion euro, do me thënë, nga këtu dhe pjesa tjetër e Tiranës, aty qëndra i bje. Jo, zemra ime, ta që Tironësit qëndër i thonë afër sheshi, do me thënë brënda unasës, si të themun ty. Se po tjetë këshu për jashtë unasës, kam edhe unë një rrugë që është cop-cop dhe është vetëm 200 metra largë unasës të madhe. Njerë, ku është kjo rruga jote? është tek Partizani, tek kompleksi Partizani. Ish kompleksi Partizani. Po. Ish kompleks Partizani, po, edhe është një 2 kilometra, 1 kilometër rrugë. Ashtu, Po, se unë si jam mirë këshu me këto distancë, ato është goxha, më shumë. Po gjithsesi ju për këtë hall i keni thënë kryetarit? Po tash i kemi thënë, edhe ne si halli juaj, po me që se hape ti këtë temë dhe me që se ju drejtove këshu nga ekrani, apo i drejtohem dhe unë. Shumë mirë. O kryetar, kur të shikosh hallin e Jonës, atë rrugën që thot Jona të qytetit studentit, të lutem, shikoja pak edhe këtë hallin ton për atë rrugën të ish kompleksi Partizani. Ndodhemi pranë kompleksit Partizani në rrugën Mehmet Hasan Dralla. Disa banorë të kësaj zone janë ankuar për këtë rrugën që shikoni pas meje. Le të shkojmë dhe t'i pyesim. Jemi banor të njësisë numër 7 dhe banojmë në verit kompleksit Partizani, kompleksit Kontakt, rruga quhet Artan Lenja dhe rrugica për të cilën ne kemi pretendime quhet Mehmet Hasan Dralla. Në vitin 2020 këtu kanë ardhur dhe janë bërë kanalizimet e ujrave të zeza komplet lagjes tonë që përbëhemi gati një 50 familje. Bën kanalizimet dhe thanë që rruga do sistemohet. Mbaruan kanalizimet dhe ata kanë ikur. Kanalizimet i kanë bërë në vitin 2020. Do të ashtojmë rrugët me ndryqim me asfalt. Dhe nuk edhe. Dhe më duket se kjo rrugë, më duket, nuk të gënjej, po më duket se ka dalë e asfaltuara me ndryqim, nuk edhe. Po tani ka dhe një sens kjo rruga kur behet. Kur bërë kanalizimet, do shtrohet edhe me ndryqime. Kemi vajt mini bashki, u kemi thënë në zonë zhvillim. Oj kemi thënë të pak në idhë një 2-3 makina Si ka thënë është zonë zhvillim? Zonë zhvillim dhe aty mund bëhe ndërtime. Po ndërtimet këtu mund të vi leje bashkisë për 10 vjetë, për 15 vjetë. Jam bërë fëmijë tanë gjyshër. U thashë atyre të bashkive, minimalisht ashtë, na hidhi 2-3 makina zhavorë më burri dhe thashë. 100 metrë largë jemi nga një stenjë dhjetoj. Ne nuk dim si ta zgjidhim këtë punë tani. Sa metra mund të jetë kjo rrugë? Kjo është 150 metra. Shtëpia ime është e fundit fare atje. Një 2-3 herë me kontribute me ashtu e kemi shtruar me zhavorë me çakull, po këtu janë. Dhe në shpresë njësia? Jo, nuk në dha si shpresa. Për të pritur më pritim mirë me mirësjellje, po nësë më duhet mirësjellje kur s'më bën punën, unë duhet në betë punë. I kemi hedhur që komunitet 2-3 herë zhavore çakull, merë kthesën makina, s'poston dhe ajo betë gropa. Shiko, kemi vënë gur aty për të kaluar. Tu i qenë nga sigur lash në pishin. Po s'ka këtu, po nuk ushtrua, ja i hodhëm i njerëtë ne, këtu makina do... Po s'ka ranë shi, pas bjerë që e disi mu shëto. Ajo do hape, do dali këshu, e nëzirë goma. Gryet, Po gryet e se do marim kthesën e, ajo o të nëzirë andej, o të nëzirë këtë. Po 100 metra rrugë, se asfalti kryesor ja ku është? Ja ku është, ja kjo leja ti edhe 30 metrë që kemi, asë 100 nuk janë. Tani nuk kemi ajtë fuqishëm sa ti themi shtetit që shtrojë ti se lek ti paguajmë në gjepi. Ne këtu i kemi pensionistë me 120.000 lek, tjetëri 120.000 lek me zotëria, 120.000 lek a i shpaguan do të ujnë edhe dritat. Po ja, kemi bërë listën, kemi vajtur në mini bashki, banin listën në thanë, me emra, me numër kartë identiteti, e qoam ati, do regulojnë. Që asë një gjë, vjen ajo këshilltarja, kur para se të vinin zgjedhjet, ja sa të këlloj fushata se do ta shtrojmë. Po vinë zgjedhjet e tjera dhe asë një gjë për gjë. Unë nuk e kuptoj që s'kjo sjellje kështu, ne nuk i kemi një borç shtetit. Ne jemi
taksa paguesit më të rregull. Shikoj, ne mbajmë pasërtin vetë, s'kemi nevojë, as vi njerit na mbledh plerat, as na ashtu. Në përfshatrat tona, ka vajtur asfalti, unë jam nga Maliqi. Ore na vjen turp, ju themi njerëzve hajde në shtëpi se duhet ju nxjerrim çizmat që të vinë të hynë të shtëpia. Pa lere që për pasërtie për ashtu. Unë me kolegët Si e mi kriminele. ankoheshim kot në përfshatra, s'ka rrugë. Shimo, tu s'ka rrugë Tiranë. Qarthuar, po shturp Ati më. ka më mirë rrugët. Ore unë po të them në bashkinë e Maliqit, unë jam nga fshati Libonik, e ngjitur më. Nuk ka lagje pa shtruar asfalt, e derë në dera. Veç me plazmas këpucët që dalin deri atje, unë bajta 85 vjetë, edhe në Balt kam qenë, në Balt jam edhe sot. Një po të veç ati ku kemi qenë neve, do më, është tërën asfalt e kanë bërë, komplet do më asfalt. Kurse këtu do më bërë 25 vjetë do më po vi këtu, ja, vetëm lome me ujë. Po Franci tani po si bëhet halli edhe për rrugën time edhe për rrugën tënde tani se na u bën dy. Po ja, të presim të vendimin e GKKO se ajo ka për t'i dhënë drejtim. Oh, po pse do t'i hedhim kështu në gjyqnë e këta? Jo, më jona në gjyq është kryetari bashkisë, Erion Veliaj. Dhe ideja është që në qoftë se ata do ta dënojnë, do vihet një kryetar tjetër bashkie dhe kështu do t'i japi drejtim muhabetit të rrugëve që kemi hallne. Pastaj, në qoftë se ata e zvarisin, do presim deri 2027. Në Franci tani po çfarë është, se kuptoj fare unë këtë. Do rrimë tani pa rrugë deri në 2027? Kaq shumë? Po, kaq shumë kam frikë o jona që ashtu do rrim, se jo për gjë, për ne shkuam te njësia administrative numër 7. Kishim marrë edhe ankesën edhe letrat me vete, po përgjigje nuk morëm. Ja, Franci, sa të miratohet ai buxheti i ri dhe unë kam shumë shpresë këtë herë. Atëherë, rastin që juve kërkuat edhe paraqitet tek neve, është paraqitur në njësinë administrative. Zoti Fitim Beko ka paraqitur një kërkesë për problematikat që shfaq rruga siç do shikoni edhe vetë. Dhe neve kemi referuar brenda ditës në drejtorinë përkatëse për të marrë masa për rehabilitimin e rrugës. Ka një përgjigje për afat kohorës ku mund të merret ndërhyrje në këtë rrugë, në këtë segment? Në të gjitha rrugët vlerësohen, bëhen planet e punës nga drejtoritë përkatëse dhe pastaj ndërhyret. Besoj që do marri pak kohën e vet për shkak të impenjimit në të gjithë problematikat që kanë zonat edhe prioritetet që marrin në ndërhyrjet e tyre. Kjo është punë që i përket atyre të observojmë më mirë, por Bashkia e Tiranës është e vendosur që të gjithë këto problematika t'i ezaurojë dhe të marrë masa emergjente për herë për t'i zgjidhur sa më shpejt. E kemi nisur si problematik dhe është referuar realisht si problematik shqetësuese. Të dashur miq, mos harroni takimin ton të radhës nesër në 20:00. Deri atëherë, natën e mirë. Natën.